kjo që the tash, mallkojmë njëri. Po të shohësh në rrjetet sociale, jo vetëm për fen, por edhe pse unë s'bi dakord me ty, ka një urrëtie të madhe pa shkak. Nga se vjen kjo urrëtie ke shqiptarët? Pa shkak. Pa shkak. Ti e di njeri që s'ka bëhen punë vet. Ka një mendim, mund ta ketë vetë gabum. Ore më le të gaboj. Si thot edhe Bibla dhe Kurani, gjithë jemi të gabushëm. Mëkatarën këtë botë. Pra, nga vjen se ju thot mëshirë dhe normalisht ne nuk kemi empati si popull, me thonë drejtën tash që jemi. Don qytetrimet janë zhvilluar nëpërmjet empatisë për të hyrë në dhimbjen e tjetrit. Nga se vjen kjo urrëtie pa shkak men? Jo vetëm fetare, por edhe politike. Ti je me Berishën, unë jam me Ramën, ti je me Ramën, unë me Berishën, të urrëti ty nuk le gjo pasha me non, me babë, me familje, nuk le gjo pa thon faqet dhëut. Kur është e drejta jote. Tani, teoria e komunizmit... Dhe, më falë, po jemi rreshtu ke vene që ka urrëtien më të madhe në rrjetet sociale. Se sakët. Neve kjo vjen si produkti i luftës klasave, të klasave që e kemi të famshëm. Nuk ka i mentalitet. Ai produkt që prodhoi... Edhe njëri suksesshëm bën biznes beni. Ai miku jon. Lufta e klasave në o ti maskara, o ti qelpsir, o ti... Krijoi njeriu një hibrid, qytetarin e ri. Qytetari i ri tani është... Mostra. Tani qytetari i ri është, me fjalë, me gjithë respektin për prindrit ton, e qasjen ton, po ne vim nga ajo kulturë. Pra vim nga një kulturë shumë e dhunshme, shumë e tmerrshme. Neve edhe kalamajt ton, kur nuk luajnë me zogun, po i gjujnë me llastike. E marrin masën e djegin, e ke vënë re? Mos ma thuje dhe. Po jo, është vërtet se të e di se është merr. Është merr. Pra pse vjen kjo, se unë kam diskutuar, kjo vjen nga kjo gjë që është e trashëguar, e cila do kohë. Dhe më thoshte, ka bërë një hoxh, një interpretim të jashtëzakonshëm të eksodit biblik. Pse Mojsiu thoshte, u ndërshkua që populli i tyre të shkojë 40 vjet në shkretet të tjerë. Sa ai ja hapi Zoti detin me shkop edhe me fjalë rrezoi perandorin më të madhe të kohës atë. Kurse për të vajt në një vend shumë të vogël humbi 40 vjet. Sepse brezi që ishte rritur në këto 40 vite ishte brez parazit. Brezi i cili donte nuk kishte frikë për gjithçka. Brezi i cili ishte dhënu, brezi i cili nuk fliste asnjë fjalë, nuk përplaset për asgjë që është e vërtetë. Shifte vetëm interesin e ngushtë familjes. Dhe duhet tikte ky brez, të vinte i brez i cili të hynte në natyrë. Dhe neve duam kohën tonë që të jemi të natyrshëm. Prandaj të shkojmë. I kaluam 30 edhe 10 vjet. Benis, shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe sigurisht do të vish edhe herë tjera.